falna dhe mëshirona në këtë ditë të Arafatit, ja Rabbel Alamin. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. E falenderojmë Allahun te bareke wa taala, atë gjelle gjelalu, e falenderojmë atë subhane wa taala, e madhërojmë. Ajo është krijuesi ynë, e krijuesi baballarëve tanë, e krijuesi qiejve dhe i tokës te bareke wa taala. E falenderojmë Allahun gjelle gjelalu, i cili na dha edhe një ditë afat në jetën e kësaj dunjaje, e që të arrim ditën e madhe, ditën e Arafatit. Paqja dhe mëshira e Allahu te bareke wa taala të gjitha qofshi për Muhamedin, të birin e Abdullahi, salavatu rabbi wa salamu alej, atë pejgamber të cilin Allahu te bareke wa taala e zgjodhi si mbartës dhe kumtues i mesazhit të fundit që Allahu xhelle xhelalu kishte për t'ia thënë njerëzimit. Atë pejgamber që sot e para 1400 sa viteve në ditën e Xhumë, në ditën e Arafatit, ishte i hipur në devën e tij alayhi salatu wassalam, i kishte hap duat e qiellit dhe prej namazit të drekës deri në namazin e akşamit luteshte për Allahun te bareke wa taala. Paqja dhe mëshira e Allahu xhelle wa ala të gjitha qofshin edhe për pasuesit e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. O ju robër të Allahut, thot Allahu te bareke wa taala në Kur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dhe Zoti juaj krijon çka të don dhe përzgjedh në mesin e krijesave këtë don. Ai Allah te bareke wa taala i krijoi njerëzit dhe zgjodhi në mesin e tyre pejgamberët. Ai Allah te bareke wa taala i krijoi muajt dhe zgjodhi në mesin e tyre muajin e Ramazanit. Ai Allah xhelle xhelalu i krijoi netët dhe zgjodhi në mesin e tyre natën e Kadrit. Ai Allah te bareke wa taala i krijoi ditët dhe zgjodhi në mesin e tyre ditën e Arafatit, ditë në të cilën ne jemi sot. Arafat, dita më e mirë në të cilën lindën dielli. Pejgamberi juaj sallallahu alaihi wasallam tha: "Khairu yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmi Arafah." Dita më e mirë dhe më e bukur në të cilën lindën dielli është dita e Arafatit. Arafat, ditë të cilën e përmendi Allahu xhelle xhelalu në librin e tij të madh dhe të shenjtë dhe tha: "Fa idha afadtum min Arafat fadhkuru Allah 'inda al-mash'ar al-haram." E kur të zbritni prej Arafatit, kujtojeni Allahun e madh te bareke wa taala tek mash'ar al-harami, i cili është Muzdelifja. Arafat, për të cilën ditë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yawmi Arafah inni la ahtasibuha 'inda Allah an tukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Dita e Arafatit, agjërimin e të e shpresoj tek Allahu që Allahu dhe na i falen mëkatet e vitit që ka kalu dhe mëkatet e vitit që vin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. E kush prej nesh ju vëllezër nuk i ka bën mëkate Allahut? E kush sot në këtë ditë të madhe nuk e shpreson falje dhe mëshirën e Allahut? Një ditë prej ditëve, edhe një njeri tek Hasan el Basria radhiyallahu anhu pra në ditën e Arafatit dhe i tha: "O imam, kush është më i dëshpëruar i sot në këtë ditë të madhe, ditën e Arafatit?" Tha ai njeri i cili mendon se Allahu nuk do ta falen. Pro ju robër të Allahut, që ku është lindja dhe perëndimi, e atë që e dim ne dhe atë që nuk e dim, Allahu xhallahu ala i ka hap dyert e faljes edhe tëubes sot në këtë ditë të madhe. Andaj ktheju tek Zoti yt te bareke wa taala. Arafat, dita në të cilën zbret Allahu në qiellin e parë të tokës. Arafat, dita në të cilën krenohet Allahu xhelle xhelalu me melekët e tij. Kur sot do t'ju thot Allahu xhelle xhelalu melekëve: "Ej melaiketi, undhuru ibadi atawni." Ej melekët e mi, shihni robërit e mi,
se si kanë ardhur sot në këtë ditë të Arafatit e shpresojmë faljen e Allahut Azza wa Jall. Ej me lekë të mi, bëhuni dëshmitar se më pakun falë mëkatet. Arafat, dita që e gëzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ditë ju vëllezër, ditën e Xuma dhe në ditën e Arafatit, që qëlloi këtë vit, dita e Arafatit e dita e Xuma. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbriti ajeti i fundi që me ta Allahu e plotsoi dinin e tij Islami dhe tha: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", sot va plotsova juve fenë. "Wa atmamtu alaykum ni'mati", dhe e përsosa mirësinë time ndaj jush. Allahu akbar, Allahu akbar. Sot o ju vëllezër, e para 1400 sa viteve, Allahu i madh xhella wala e plotsoi këtë dinë dhe këtë Islam. Dita Arafat, o ju vëllezër, dita në të cilën u gëzu Zoti i Arshit të Madh te bareke ve teala kur tha: "Wa raditu lakum al-islam dina", dhe unë sot jam i kënaqur. Allahu akbar. Allahu xhalla wala tha dhe unë sot jam i kënaqur e që Islami të jetë feja ju. Allahu akbar o ju vëllezër, Allahu akbar. Arafat, dita që më së shumë t'i afrohet xheneti i Allahut. Arafat, dita që më së shumë t'i largohet zjarri i Allahut. Arafat, dita që më së shumë t'i Allahu shpëton qafat e njerëzve nga zjarri i xhenemit. O ju robër të Allahu, sot në këtë ditë të Arafatit jenë të gëzuar banorët e varreve para se të jenë të gëzuar banorët e tokës. Gjyshi ime dhe gjyshja ime, gjyshi yte dhe gjyshja jote, vallahi billahi sot jenë të gëzuar. Së është dita e Arafatit, me shpresë se Allahu të shpëton qafat e tyre pe zjarrit të xhenemit. O ju robër të Allahut, o ju vëllezërit e mi, me qoftë se Allahu xhelle xhelalu i madh Zoti ynë e ka fsheh natën e Kadrit në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, ta ka tregu ditën e Arafatit në 10 ditët e para të Dhulhijhes. Ajo është sot në këtë ditë të Xumaje. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له تبارك وتعالى على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Arafat, dita më e mirë kur pranohen lutjet, si shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Khairu duai duau yawmi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyin qabli." Duaja më e mirë, duaja më e mirë është duaja e ditës të Arafatit. Dhe lutja më e mirë që e thash unë për pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe shokët e mi që ishin para meje për pejgamberin e Allahut, është fjala la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. O ju robër të Allahut, jemi në ditën që duaja është më e madhe dhe më e bukur në atë ditë. Andaj ju kisha lut, esni pak para namazit të akşamit dhe mbushni xhamiat e Allahut siç i keni mbush sot në këtë xhuma. Le të shesh dhe njëri për jush një cep prej cepave të xhamis. Le t'i gritën duar tek Allahu i madh te bareke ve teala se vallahi dhe billahi pranohen duajet e kësaj dite. Dikush për sahabëve tha: "E nuk e kam bërë një dua në ditën e Arafatit, vetëm se nuk ka ardhur fundi atij viti e Allahu xhelle xhelalu ma ka pranuar lutje." O ju robër të Allahut, a nuk kemi nevojë për Allahun? A nuk kemi nevojë? Nuk kemi nevojë të përditshme në jetën tonë që themi ja Allah? Sot është dita për thënë ja Allah, pranoj lutjet tona ja dhe xhelali wal ikram. E lusim Allahun e madh xhella wa ala me embrat e bukur dhe cilësitë e larta që i ka, duke thënë: "O Allah, i bukur dhe i madh në pushtetin tënd, falna dhe mëshirona në këtë ditë të Arafatit, ja Rabbel alamin." Sot o ju vëllezër, kur haxhin tan e kanë vesh petkun e bardhë dhe i shlirur për të gjithë petkave të dunjas dhe shkojnë në vendin e Arafatit dhe thonë: "Ja Allah, ja Rabbel alamin." E ne themi sot: "O Allah, falna dhe mëshirona, ja Rabbel alamin." Mos na privo prej faljes dhe mëshirës tënde, ja Rabbel alamin. O Allah, të lutemi me embrat e bukur dhe cilësitë e larta që i ke, ja Allah, fali dhe mëshiroj gjishërit tanë të cilët janë në varret e tyre. Fali dhe mëshiroj të afërmi dhe të dashurit tanë e që janë në errësirën e varrit. O Allah,
bovavaret atyre kopse pe kopseve të gjennetit. Let shesh shikimi tyra ashtë sa shesh shikimi jo në dunja, ja Rabbel Alamin. E lusim Allahu Gjelle Wala në këtë ditë Arafati duke thënë, o Allah, bërë kenar islamin edhe muslimanët, poshte o Allah kufrin edhe shirkun, ja Rabbel Alamin. E lusë Allahu t'ju ruan dhe t'ju mëshiron, e të kujdeset Allahu për familjarët edhe për fëmijët e juj, t'ju jep lumturi në dunja dhe në ahiret, ja Rabbel Alamin. E për fund dërgoni salavat edhe selame për Muhammedin, të birin Abdullahi duke thënë, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد